bashkë me zarfat e tyre, ku kanë fletë të votimit të tyre, me sa duket, ato po sjedhin atë që do jetë dhe do quhet rotacioni madh i 2025-ës, me votën e tyre në fakt po takohen me ndërgjegjen e tyre, por në të njëjtën kohë ato kanë mundësi që t'i japin regjimit i cili përjashtoi, edhe i dëbojnë nga vendi në një mënyrë shumë civile dhe fort politike. Më këtë rast unë dua të falenderoj secilin prej tyre për mbështetjen, për votën, për angazhimin, duke i kërkuar dhe një sakrifisë të fundit, pavarësisht se DHL-ja ka për detyrë pasi ato të votojnë, që të shkojnë dhe të marrin zarfin e votimit, unë i ftoj çdo shqiptar, kudo që i jetë, në Greqi, në Itali, në Gjermani, Amerika, por në cilin do vend tjetër, që të bëjnë sakrifisën e fundit dhe të shkojnë të zyra më afërt e DHL-s për të dorëzuar zarfin. Siç e keni transmetuar ju dhe ju falenderoj për këtë, ka pasur disa problematika. Një ndër problematikat është mos shkuarja në adresën përkatëse për të tërhequr zarfin siç është marrëveshja. Ka patur raste që ka munguar fleta votimit, ka patur raste që ato janë gjetur përballë hedhjes së zarfave o në oborr, ose është marrë nga kumshia me 10 zarfe dhe kjo nuk është e ligjshme. Ka ndodhur që kur janë nisur zarfet të ketë pasur duplikata, ka ndodhur edhe shumë proceset e tjera. Thyrja e afateve dhe e standardeve të vendosura në ligj është një cënim i rënd i votës të shqiptarëve që jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë dhe në këtë mënyrë ajo do cënonte tërësisht integritetin e këtyre zgjedhjeve. Dy momentet kyçe që do bëjnë ndryshimin e madh, diaspora e para dhe e dyta gratë, të cilat nuk pranojnë kurrë që baballarëve, babait të fëmijëve të tyre, t'i thonë qeros, t'i thonë qyryk, etj, sepse i bie që fëmijët e tyre për shkak të ADN-s të jenë të tillë. Ne shohim me pozitivitet në fakt votimin që po ndodh kudo në botë dhe kjo kërkon një mirënjohje dhe kjo është një moment historik.